Përshëndetje të dashur miq, do të ndalojmë tek një lajm që në fakt ditën e djeshme dhe natën e mbrëmshme na ka shokuar të gjithëve, një zënk mes Don Gjonit edhe një producentit i njohur si Bini. Një ngjarje e rëndë ka tronditur skenën muzikore në Kosovë kur reperi i njohur Don Gjoni me vëllain e tij dhe disa shok dyshohet se kanë sulmuar producentin Shkumbin Nebihu, i njohur me emrin artistik Bini Diez. Sipas raportimeve të paparacit dhe të gjithë portaleve të tjera, incidenti ka ndodhur në rrethana ende të pasqaruara, ndërsa gjatë ngjarjes është përdorur edhe arma e zjarit. Do thënë nuk e dim nëse arma e zjarit është përdorur nga Don Gjoni, nga vllau i tij apo nga ana tjetër. Do të thonë unë kam parë deklaratën e Bini Diezit, ai nuk din asnjë gjë, do të thënë nga ku vije kjo zënk. Burimet raportojnë se grupi i reperit ka goditur Nebihun dhe ka shkaktuar dëme në automjetin e tij. Detajet e plota mbi motivet dhe rrethana që çuan në konflikt ende nuk janë publike. Mediat shtojnë se është në pritje të një përgjigje zyrtare nga policia e Kosovës, e cila ende nuk ka dhënë informacione të plota mbi ngjarjen. Autoritetet pritet të sqarojnë nëse ka arrestime, dëme materiale të tjera apo lëndime serioze në këtë rast. Ngjarja ka ngjallur reagime të shumta nëpër rrjetet sociale, ku fansat e reperit dhe komuniteti muzikor po ndajnë shqetësimet dhe komentet e tyre. Disa burime të afërta me të përfshihen se kanë konfirmuar se tensioni mes palëve ka qenë i gjatë, por ende nuk dihet nëse ka pasur mosmarrveshje paraprake që çuan këtë rast në dhunë. Rastet e dhunës mes figurave publike janë gjithmonë të ndjeshme dhe opinioni publik pret informacion zyrtar nga policia për të kuptuar se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe cilat do të jenë veprimet e mëtejshme ligjore. Do të thënë ka ndodhur një situatë, ka ndodhur një ngjarje mes Don Gjonit dhe Shkumbin Nebihut, i njohur si Bini Diez. Në një intervistë Bini ka thënë që nuk dim se nga ka ardhur kjo gjë, por përflitet se kanë qenë 15 persona nëse nuk jam gabim. Don Gjoni nuk është se ka reaguar për këtë ngjarje, nuk është se ka folur për këtë ngjarje, nuk kemi asnjë deklaratë nga policia, por presim detajet më të hollësishme në vazhdim.